Miq të Original Podcast, sot jemi në vendin ku kam zhvilluar podcastin e parë. Jemi te Kodra që është sipër liçenit thatë në Tiranë. Kam bërë një mungesë disa ditë sepse kam pasur disa probleme shëndetësore dhe ndikoi tek zëri im, më mor zëri. Kështu që jam rikthyer dhe seria e sotshme jam i ftuar vet. Kam vendosur ta bëj këtë seri vetëm me disa pyetje të bëra nga publiku, që kam bërë disa story vazhdimisht për pyetje që më kanë drejtuar. Pyetje ka pas të shumta, po duke qenë se janë pak a shumë pyetjet e njëjta, jam munduar t'i grupoj. Nuk do t'i përmend emrat e pyetësve, sepse nuk i kam pyetur realisht t'ju përmend apo jo. Kështu që po e bëj për lexoj vetëm pyetjet. Dua të theksoj diçka që shpresoj mos i merrni personale përgjigjet, sepse siç është dhe vetë emri i podcastit original, edhe unë do mundohem të jem original. Kështu që shpresoj mos t'i merrni personale përgjigjet, edhe pse do të jenë përgjigje për pyetjet e juaja. Atëherë do filloja me pyetjen e parë, që është: doja t'ju bëja një pyetje, thotë. A keni fitime me podcastin apo e bëni për pasion? Nëse jo, pse humbet kohën? Në fakt, kjo është një pyetje që shumë veta po i mundon kohët e fundit dhe shumë veta më pyesin: a fiton, sa fiton, si fiton? Dhe disa prap kanë këtë pjesën e dytë që thonë humbje kohe edhe ndryshe. Ama harrojnë pjesën më të rëndësishme që është pasioni, që e mban një njeri të motivuar dhe të gjallë. Jo të gjallë fizikisht, po të gjallë shpirtërisht. Patjetër që gjëja më kryesore që un kam për zhvillimin e këtij podcasti është pasioni që un kam për realizimin e gjërave të tilla, por edhe dëshira për të komunikuar me njerëzit. Sepse ka shumë njerëz që kanë dëshirë të flasin, ka shumë njerëz që kanë shumë për të dhënë, ka shumë njerëz që kanë mesazhe për të transmetuar. Dhe fitimi im është kënaqësia e njerëzve. Patjetër mund vi në një të ardhme edhe fitim monetar, por që nuk e kam në plan. Po erdhi, nuk i thot kush jo lekut, por nuk e kam në plan. Fitimi për mua është më i rëndësishëm emocional, qetësia, pasioni, realizimi i ëndrave, edhe ajo qetësia shpirtërore që të fal çdo gjë që realizon. Unë edhe te puna që bëj, në momentet që një punë, pavarësisht se mund të jetë e fushës videove, nuk më jep atë kënaqësinë dhe realizon atë që unë dua, unë nuk e bëj, sepse nuk është ajo që unë dua. Kështu që është pak temë e gjerë në fakt. Do doja të bëja një seri vetëm për këtë punë, ndoshta mund ta bëjnë në të ardhmen. Humbja e kohës që po thua, nuk është humbje kohe, mbeso, është fitim kohe. Sepse kontakti me njerëz, diskutimi me njerëz me shumë vlera, sepse deri më sot nuk më ka kontaktuar asnjëri që s'ka vlera. Shkëmbimi i bisedave me të. Marrja dhe mësimi nga mendimet dhe nga idetë që ata kanë është një fitim shumë i madh, nuk është humbje kohe, mbeso. Edhe unë jam gjithmonë i asaj shprehjes popullore që thotë nuk është çdo gjë vetëm fitimi ekonomik, nuk është çdo gjë leku. Domethënë, e vetme pasuri që ka njeriu është leku. Nuk është, unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Ma kupton? Unë dua qetësinë shpirtërore, kënaqjen e vetes time në aspektin emocional dhe pastaj në aspektin ekonomik. Sepse ka dash Zoti, domethënë, duke pasur të parime, më ka ecë mirë me punët edhe nuk kam qenë keq si me fitimet që të them që çdo gjë pastaj ta lidh me lekun. Edhe më pëlqen shumë natyra. Është një fitim shumë i madh. Imagjinoje përveç faktit që mund dalësh dhe të ecësh në natyrë, ose të bësh, ne bëjmë dhe pak off-road. Vendi ku jam këtu është off-road komplet. Vi edhe flas, mua më pëlqen të flas. Domethënë, fitimi nuk është vetëm ekonomik, fitimi është edhe emocional, edhe njohja me njerëz të ri. Domethënë, kalimi i kohës me njerëz më mirë se sa të kaloj kohën në një kafe, e kaloj duke bashkëbiseduar, edhe duke trajtuar ide dhe tema të ndryshme, mendime ndryshme, qasje ndryshme, ndoshta edhe të kundërta me mua, por që publiku është shumë i gatshëm t'i dëgjoj edhe të mësoj. Kështu që do doja të vijë në fakt, që edhe ti jesh i ftuar ndoshta në një nga puntatat. E di që s'do pranosh sepse nuk të pëlqen, por që është çdo kush i ftuar të flasi, ndoshta edhe të më provokojë me pyetje, nuk e kam problem fare. Do dalim te pyetja e dytë. Pyetja e dytë është bërë, do ta përmend emrin e këtij se nuk kam nevojë të marr leje fare, se është vëlla im. Është Ibo. Na ka kam vëlla për nuk na ka bën një noni bab, po jemi vëllezër nga prindër të ndryshëm. Ibo më thotë: një trajtim të përgjithshëm të dyfytyrësisë botërore kundër situatave të ndryshme që po ndodhin. Ibo e di shumë mirë indinjatën që kam unë, edhe revoltën, edhe
mos pajtimin me shumë situata ndryshme. Edhe prandaj bënte këtë pyetje, sepse edhe ka qasjet e veta. Unë mendoj që po jetojmë në kohën e antivlerave. Dhe antivlerat kanë ardhur sepse njerëzit kanë humbur moralin. Morali humbet sepse njeriu harron krijuesin. Tani, kjo është kundërshtrimi im, ai që i mbushet mendja le ta marri, ai që si mbushet mendja është i lutur të më replikojë edhe të më thotë mendim ndryshe dhe është i ftuar dhe të dalim edhe në podcast bashkë. Humbja e kontaktit me krijuesin, besimi në çdo lloj forme, jo vetëm fesë time, e bën njeriu që të dalë nga vlera, të dalë nga morali dhe të bëjë zot vetëm lekun. Dhe në momentin që njeriu ka vetëm aspektin ekonomik parsor, patjetër që shkëputet nga bota, edhe të të luftoj vetëm për atë pjesë. Edhe e keqja është se nuk arrihet as edhe një herë kënaqësia. Domethënë nuk arrihet ajo e pritshmëria, se dikush mund ta ketë një pritshmëri, por kur e arrin dhe synimi kryesor që ka është aspekti ekonomik, vjen ai momenti që prap kërkon më shumë. Po na bën një propagandë shumë e keqe nga televizionet, unë kam thënë, e them dhe do të vazhdoj ta them. Nuk më pëlqejnë televizionet. Do ta trajtoj më vonë se është dikush tjetër që ka bërë një pyetje për televizionet. Po na japin pjatë, po na shërbejnë disa indoktrinime që janë të lidhura vetëm me antivlerat. Të paktën emisionet shqiptare, televizionet shqiptare nuk po na lejojnë as neve dhe as fëmijët dhe as të rriturit e mosha të tjera që të mendojnë. Po na shërbejnë, po na futën tru me disa këndvështrime që do të hynë mendje dhe je i detyruar, domethënë ti besosh dhe ti pranosh. Edhe vetiu të bën pjesë e jetës. Unë këtë lloj përgjigje po e jap në këndvështrime të ndryshme, nuk po flas vetëm si gen. Unë po flas edhe si biri i dy prindërve. Unë po flas edhe si shoku i shumë shokëve. Unë po flas edhe si bashorti i një nuse. Po flas edhe si baba i dy fëmijëve. Domethënë po jetojmë në një botë që është çdo gjë propagandë. Dhe në momentin që ne nuk e pranojmë ato që na jepet, ne jemi ignorant, ne jemi të prapambetur dhe na bëjnë, domethënë, na çojnë atë lloj pikë propagandën saqë neve na detyrojnë edhe ndoshta dyshojmë ke vetja. Mu nuk më ndodh, se unë jam pak natyrë rebele ndoshta, por nuk më ndodh dyshoj ke vetja, por shumicave si i ndodh. Dhe ato vlerat që kanë, ato gjërat që kanë me veten e vet, ndoshta nganjëherë duken thotë, "Ore, mos jam kundër rrymës." Pra, kjo propaganda që po na bëhet edhe këto fenomenet e ndryshme që nuk du ti has sepse nuk du të prek grupe të ndryshme të caktuara, se nuk du ta kthej personale me askënd, po na shkatron realisht. Pastaj kjo pjesa e luftrave që po bëhen, luftra në emër të paqes, është çdo gjë politike. Mendimi im është çdo gjë politike, edhe çdo lloj pyetje dhe çdo lloj përgjigje që jepet online është e programuar, edhe askush nuk lejon të bësh pyetje më shumë se ç'duhet. Dhe kjo është diçka që neve po na detyrojnë ta besojmë. Jam i bindur që masi ta publikojmë këtë, do ketë dekanto njerëz që do të thonë mos shadeshe pse fole, se ma kanë bërë. Bëra para ca ditësh një story në lidhje me situatat politike që po ndodhin. Edhe dikush më thon mos rë djalë thotë si i ri, a kupton? Ai kishte hall me mrujt, nuk kishte hallin e që nuk është e drejtë ajo që them unë. Domthon deri ku ka shku pika, ka shku deri në atë lloj pike që njeriu domthon ka frikë thotë vërtetën. Sepse edhe pse e din që pala tjetër edhe njerëzit e tjerë janë pro asaj që mendon, kanë frikë ta pranojnë. Domethënë, a jemi në demokraci, a jemi në liri? Këtë unë ja bëj pyetje shumë shpesh vetes time. Dhe jam i gatshëm t'i dal zot këtyre që po them, as nuk më hoj, as nuk do t'i fshin herë çfarëdo që ndodh. Pastaj politika ka shkatruar çdo lloj gjëje. Njerëzit janë politizuar. Ama nuk është se ata na kanë gjetë një pikë dobët dhe po na shfrytëzojnë. Ne të tillë jemi. Është një shprehje e vjetër popullore që thotë në bazë të vendit bëhet kuvendi. Ne jemi të tillë, ne duam robërusin, ne duam njeriu që na shtyp, ne duam njeriu që na mbyt, ne duam njeriu që na rref, duam dhënusin. Është më duket se quhet sindroma e Stockholmit, kjo që bie dashuri njeriu me dhënusin e vet, me përdhënusin e vet. Domethënë, ne thjesht i kemi çdo gjë vetëm në aspekte komentesh dhe share-sh në rrjetet sociale. Nuk kemi reagim. Kjo nuk është e paqëllimshme, nuk është se ka rastisht ky lloj domethënë kjo lloj ndjesie ose kjo lloj qasje kaq pasive nga njerëzit. Është shërbyer ndër vite, është prek universiteti, është prek shkolla, janë prekur gjithë fenomenet, domethënë e kanë ulur nivelin e inteligjencës njerëzve dhe duke qenë se kanë shumë në këtë lloj pike, kanë arritur dhe të na kontrollojnë me patjetër. Sepse çdo kush e ka marrë diçka me të padrejtë dhe normalisht kur merr diçka të padrejtë, një robi tjetrit.
Pyetja e radhës është një mikesha ime, thot, si të lindi ideja për të krijuar një kanal me podcast dhe e ke menduar një herë të bashkohet botës së televizionit. Respekt e gjeni. Është zysh kjo që më ka bërë pyetjen, edhe do t'i përgjigjem. Unë kam shpjeguar faktikisht disa herë pse unë kam nisë idenë e podcastit. Mua më pëlqen të flas, të diskutoj dhe mundësisht edhe të debatoj. Sepse nga debati unë gjithmonë mundohem të mësoj edhe të kuptoj gjëra me këndvështrime të ndryshme. E para. E dyta, ka shumë njerëz që kanë shumë dëshirë të flasin, ama nuk e marrin guximin ose ndoshta nuk i jepet mundësia. Ka shumë njerëz që kanë shumë gjëra për të trajtuar, nuk e marrin guximin ose nuk i jepet mundësia. Ka shumë njerëz që kanë frikë, ka shumë njerëz që nuk dinë ku të shkojnë. Ka shumë njerëz që mendojnë kanë atë kompleksin që do paragjykohen kur thonë diçka. Por kur bën një podcast siç e bëjmë në natyrë, nuk ke studio, jam vetëm unë, nuk kam as njerëz të tjerë, edhe sot që jam, po xhiroj vetëm, jam vetëm unë me shoqen time të ngushtë makinën, edhe ikin komplekset, edhe domethënë trajtimi në natyrë kjo është, sepse vetë psikologjia e njeriu ndikon hapësira dhe lirohet. Domethënë çdo kush që ka dëshirë të ndajë një mesazh, një këndvështrim, një diskutim, qoftë edhe të nxjerr disa energji negative që kam mbledhur, që më kanë ndodhur disa vetë që më thonë o sa mirë bona dhe e pasur pas nevojshme të flisja. Domethënë ka shumë qëllime podcasti. Original podcast është domethënë një podcast që trajtohet pa skript. Trajtohet në mënyrë të hapur, pyetje lapsuse që nuk ndërpriten dhe nuk e kemi synimin që të bëjmë gjëra virale. Sigur unë kam thënë, misioni kryesor i original podcast është sigur në gjithë seritë që do realizohen. Bëhet e 20 tani, mund të bëhen 500, mund të bëhen edhe 21 ndoshta. Sigur vetëm një të marrë një mesazh për mua, për mbush misioni. Domethënë që të trajtojmë tema të ndryshme, të trajtojmë problematika të ndryshme, të trajtojmë fenomene të ndryshme. Faktikisht kur e kam menduar podcastin, tamam, podcast Mirfield, i ftuar i parë që mendoja gjithmonë që do ishte, ka qenë në konceptin tim ka qenë menaxheri një lokali. Pse menaxher lokali? Duke qenë se Shqipëria është vendi i dytë në botë për numrin e kafeve. Do të thotë që të paktën 95% e popullsisë shqiptare ka hyrë të paktën një herë në kafe. Dhe duke qenë se ka hyrë një herë në kafe, një menaxher lokalesh ka parë çdo lloj njeriu të mundshëm dhe i ka kaluar gjithë stadiet e punës, nga kamarier, banakier, ka kaluar menaxher. Por që prap nuk është pronari, sepse pronari ka pak më pak përgjegjësi në menaxhim në Shqipëri se sa menaxheri. Dhe do doja gjithmonë të dija problematikat që kanë menaxhimet e lokaleve. Jo vetëm lokalet, ha. Do doja për shembull të dija kush është problematika e punëtorëve, kush është problematika e menaxherëve, ku është problemi me pronarët, ku është problemi me klientët. Domethënë me qenë një tip busulle që të orientonte njerëzit. Të ishte një tip orientimi dhe vend që njerëzit të mësonin nga eksperiencat, po duke bërë në një farë mënyrë muhabet, jo duke dhënë leksione dhe mësime që jemi të detyruar të mësojmë, ta mësojmë ashtu siç na thot ky menaxher. Ishte thjesht një rast sporadik që përmenda, sepse normalisht do doja njerëz të ndryshëm, siç ka marrë njerëz të ndryshëm dhe siç do të marrë njerëz të ndryshëm, sepse lista është shumë e gjatë e atyre që duan të flasin. Edhe kam menduar ndoshta edhe ta ndryshoj edhe këtë rutinën e postimeve. Ti bëj ndoshta pak më shpesh sepse njerëz nga përditshmëria janë të shumtë. Pastaj bota e televizionit nuk është për mua. Po vazhdoj pyetjen. Bota e televizionit është për njerëz që duan famën. Nuk është se s'më pëlqen fama, se s'mund ta them, por nuk e synoj. Sepse fama patjetër që çdo kujt i pëlqen kur dikush njeh, po jo në televizion, aq më tepër në Shqipëri. Pse? Sepse çdo gjë është me skenar dhe mos skenari nuk më pëlqen. Duke qenë se unë jam në botën e artit dhe konsideroj veten artist, për te modestisë, unë du free will, du t'jem shpirt i lirë. Mos t'jem një njeri që shko atje edhe do flasësh ti për këto tema dhe do thuash këto mendime. Nuk e pranoj, nuk e bëj unë, a kupton? Edhe punën time nuk e bëj unë i detyruar. Nuk më detyron klienti mu për punët përveç disa pikave kryesore, më kupton se nuk do të them, nuk do të bëj rolin e arrogantit. Por unë du atë lirin, du qetësinë, du që ajo që krijoj t'i jepet tjetrit. Mjafton mos tjetë antivlerë, mos tjetë keq edukative, mos tjetë diçka që promovon diçka të keqe, por në momentin që është diçka që është me vlerë, le mos tjetë virale. Kurse televizionet sot nuk po kanë synim as televizionin, po kanë rrjetet sociale.
kush merr më shumë views-a dhe kush ka më shumë vet live kur transmetohet emisioni. Kështu që nuk është për mua televizioni, kur mos thuaj kur, por nuk e synoj. Planet e mia ndash Zoti i lart është që unë të kem një kanal tim në YouTube, dhe jo vetëm për podcastin, të ketë tematika ndryshme. Është një pyetje, në fakt është dikush që ka bërë shumë pyetje. Cila është një këshill që ke marrë dhe të ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në jetën tënde në aspekt të përgjithshëm? E maj men si sot, ditën e parë kur e kam gjukte. Do ketë qenë viti o 2012 o 2013, kam qenë vit parë student në universitet. Edhe isha në hutbën e xhumas, është fjalimi që ma ditën e prende në xhami, edhe po tregonte hoxha, ka qenë Imam Elvis Naçi, është akoma po, isha te xhami, edhe po trajtonte një histori, edhe po thoshte për dikë që i kishte premtuar, domethënë ishte premtuar parajsa në xheneti, i themin ne. Edhe ishte premtuar, po i bi shkurt, sepse ai nuk kishte në zemër asgjë të keqe për askënd. Edhe lutja që ai bënte gjithmonë Zotit ishte: o Zot, në rast unë i kam hyrë dikujt në hak, më fal mu. Në rast se dikush më ka hyrë në hak mu, fala të bëj halal nga unë. Dhe thoshte që bëj gjumin më të qetë. Kjo ka qenë ndoshta këshilla ime më e madhe që mund të kem marrë ndonjëherë, ka edhe tjera patjetër, por që të mos kesh në zemër asgjë të keqe për askënd. Domethënë ta pastrosh mentalitetin, ta pastrosh shpirtin, ta pastrosh dhe mendjen dhe zemrën. Dhe patjetër jo vetëm për gabimet tua, por edhe gabimet që tjerët bëjnë ndaj teje. Domethënë, për mua kjo ka qenë life changing, ka qenë një kthes shumë e madhe. Dhe duke qenë se fillova këtë, domethënë e mora shumë parasysh këtë këshill, besoj që ka ndryshuar shumë gjëra kjo. Pyetje tjetër. Duke qenë që krijon video shumë në fshatin tonë të bukur, Ishmin, cila është ndjesia që ke që t'jep fshati sa herë që e sheh përmes kamerës, sa i lidhur je emocionalisht? Nuk besoj që do shumë më u kuptoj sa i lidhur jam unë emocionalisht me fshatin tim, sepse unë e dua jashtëzakonisht shumë. Unë dukret Shqipërinë, dukret botën, por që vendin tim të lindjes e dua pa kushte dhe pa hile, kur i thonë, nuk kam as edhe një lloj interesi, jam rritur atje. E dua sepse jam i mendimit që njeriu nuk do të harroj kur identitetin e vet. Njeriu nuk duhet shkëputet nga rrënjët e veta, pavarësisht se ku mund shkojë, pavarësisht se çfarë mund të arrijë. Njeriu gjithmonë duhet kujtojë se ku ishte, ku është, ku do të shkojë dhe ku e ka fundin. Sepse është cikël, jeta është një cikël. Dhe normalisht jam i bindur që çdo kush në botë e mendon që fundin e ciklit do të vendi vet. Edhe unë fundin e ciklit tim në vendin tim e dua. Ndjesia që më përmes kamerës është e ka fal dhe Zoti i bukur në fakt. Është vend shumë i bukur, piktoresk, me det, me male, me lumej, me kodra, me histori, me kalaj, ka të gjitha, po ndjesia që më jep mua është një krenari shumë e madhe. Që çdo kush e ka për vendin e vet me patjetër, por që ajo që ndjej unë ndoshta nuk mund të përshkruhet me fjalë. Po fakti që unë sa kam kohë të lirë shkoj atje, do të thotë që është një lloj marrëdhënie dashurie mes meje dhe vendit tim që unë nuk di ta shpjegoj ndryshe. Pyetja tjetër është: si e mat suksesin tënd? Kush është njeriu më interesant që ke fotografuar? Cila është një ëndër që nuk e ke ndjekur ende dhe do të ndihesh i plotësuar po ta bëje? Unë suksesin e mas me rrethin tim shoqëror. Suksesi nuk janë lekët, suksesi nuk janë pasuria, makinat, shtëpiat edhe gjërat, dhe prap po ja them, po ja thot dikush që nuk është se s'ka. Për mua suksesi më i madh është rrethi shoqëror që ke. Kur thot rrethi shoqëror është dhe rrethi miqësor dhe familjar, po komplet networku që ke krijuar. Qofse janë ato njerëz që ti i merr në telefon pa frikë dhe i ke ndërtuar këtë marrëdhënie. Nuk po flasim për marrëdhënien me vllajën dhe me motrën, që nuk je i detyruar, po ndërtimi i marrëdhënieve, kur ke ndërtuar një rreth të tillë dhe ti ndihesh i sigurt. Unë për veten time kështu ndihem me rrethin tim shoqëror, me çunat. Do t'i përmend, po nuk po i marr si mas radhës thjesht si mas emrave. Kam Abin, kam Dulin, kam Klendin, kam Relin, është Olci, është Ibo, është vllai, janë Denis, janë pafund. Domethënë që flet hapur. Dhe të arrish të krijosh një grup, domethënë që kalon përtej çdo lloj suksesi fizik, që kalon në aspektin emocional, ajo është një sukses shumë i madh. Patjetër edhe krijimi i një familje shumë të mirë. Mund ka dërë Zoti, më ka falë Zoti, një familje të mrekullueshme. Kam nusën, kam prindit, kam vllajën, kam motrën, kam dhe 2 fëmijë, kam Bjornin dhe Aurorën që janë 2 yje, kupton? Edhe kjo është një sukses. Domethënë secili e ka suksesin në krahasim me veten e vet, nuk e ka suksesin krahasuar me dikë tjetër.
Dhe unë besoj më ka dash Zoti fort, më ka kompletuar në çdo lloj aspekti dhe ja falenderoj çdo ditë. Pyetja radhës. Më fal, kjo pyetje vazhdonte. Ëndër që nuk e ke ndjekur ende dhe thua do ndihem e plotësuar. Unë nuk jam i lidhur mas diçkaje. Unë nuk kam idhuj, nuk kam ëndra limite. Kuptimin që kjo është ëndra unë dhe unë mbaroj, jo, unë nuk jam ashtu. Nuk kam ëndra fikse, kuptimin që këtë do ta bëj dhe mbaroj. Unë luftoj për self development, për mirësimin e vetes time. Në momentin që unë do arri të mësoj diçka të re, do kërkoj diçka të re, tjetër. Nëse unë do arri diçka qoftë fizikisht, qoftë ku dëgjon në aspektin ekonomik, prapë do kërkoj diçka tjetër. Dhe nuk është se jam i lidhur emocionalisht me një ëndër ose me një figurë ose me diçka që them kur të realizoj këtë, unë jam i plotësuar dhe let vdes. Nuk jam i tillë sepse nuk kam limite, edhe njerëzit që s'kan limite nuk i kanë ëndrat e tilla. Domethënë, kemi lindur për të zhvilluar dhe për të ardhur një ditë për të vdekur. Dhe në çdo ditë jemi në kërkim, çdo ditë jemi në studim, dhe çdo ditë jemi në zhvillim. Nuk besoj që kam një ëndër konkrete. Patjetër që kam ëndra dhe plane, po jo që të them kjo është ajo që mu do më plotësoj dhe unë jam i kompletuar, nuk të ndodh. Pyetja radhës. Një situatë e sikletshme gjatë xhirimeve që mund të kesh thënë të marr veglat e të ikje. Nëse unë kam një pikë shumë të fortë, është nuk e lej kur gjërat në mes. Sa do ke shkoj situata, sa keq ta agravoj situata kur kam shkuar për të bërë xhirime dhe fotografi, unë nuk e lej në mes. Do gjet me patjetër një pikë marrëveshjeje, qoftë edhe në humbje për mua. Do jetë me patjetër një pikë që unë edhe njeriu që po punojmë do merremi vesh. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që unë ta lej punën në mes dhe nuk besoj që do ndodhi, veçse për arsye madhore, shëndetësore që janë të mirëkuptueshme, por që për çështje karakteri, për çështje mërzitje, për çështje stresi nuk do ndodhi. S'ka ndodhur dhe s'do të ndodhi. Kështu që nuk besoj që ka të ardhur ajo ditë që mu do më provokojnë atë lloj pike që unë ta lej në mes. Aq më tepër punën që unë bëj dasmat. Nuk ja prish unë kur në botë dasmën dikujt pse unë nuk provokova. Nuk ndodh që unë të mos e bëj punën mirë dhe ta lej në mes sepse dikush doli dhe më prishi Terezin. Dhe këtë i kërkoj gjithmonë dhe atyre që bashkëpunojnë me mua. Të kemi një lloj gjëje që domethënë që puna e para të realizohet, klienti të kënaqet dhe pastaj zem mend për herën tjetër. Cila është gjëja që të ka ndryshuar mendje kohët e fundit përveç se me ikën në Itali? Çfarë do doje që njerëzit të kuptonin më shumë në punën tënde? Mu më ka bërë ndryshe në fakt konceptimi i situatave. Do të vendosësh veten në këpucët e tjetrit her mas here. Nuk do të mendosh dhe dalësh përfundime vetëm me gjërat siç i mendon vet. Nuk do të mendosh dhe dalësh përfundime me gjërat kështu është edhe rash e vdiqja. Domethënë njeriu duhet ta vendos veten në këpucët e tjetrit, sepse dikush vepron, dikush jep përgjigje i kushtëzuar. Ti analizon, ti e merr, kush është filani, pse e bëri diçka, kush ishte arsyeja, ma ka bërë më përpara dhe pastaj dilet në përfundime. Dhe prapse një njeri që është i aftë nuk del në përfundime drastike, nuk del në përfundime në pikën që shkëputësh dhe ndahesh me tjetrin. Nuk është njeriu i tillë. Njeriu do të jetë mirëkuptues dhe në pikën kur nuk mban më atëherë do të jesh let plasin nervat. Po prap nuk bën sens sepse kështu jam unë, është një përgjigje që ja thon gjithë. Kështu jam unë. Po themi gjithë kështu jam unë. Vetëm luftë ka. Pra, mendimi im që unë kam ndryshuar qasje, jo kohët e fundit, ka vite që e kam ndryshuar, është ve veten në këpucët e tjetrit. Veu në vendin e tjetrit, në situatën dhe pozicionin e tjetrit. Edhe pastaj dil në përfundime. Çfarë do doje që njerëzit të kuptonin më shumë në punën tënde? Në jetën time do thoja, jo vetëm në punën time, sepse unë jetoj pak ndryshe, unë edhe shokët e mi, nuk kemi orare, punojmë me projekte, punojmë aty ku duam. Do doja të kuptonin që koha dhe menaxhimi i kohës në mënyrën tonë nuk do ta kuptojë çdo kush. Jo gjithë njerëzit arrin ta perceptojnë mënyrën se si unë menaxhoj kohën. Disave mund t'i duket humbje kohe diçka, por unë marr kënaqësi personale, emocionale, mësoj vendet e reja. Jo çdo kush e percepton si unë dhe do doja që të kuptojnë edhe diçka tjetër që në shumë situata të ndryshme jam i detyruar të sillem. Me sjellje të ndryshme, në situata dhe momente të ndryshme. Njeriu është i kushtëzuar, siç e thash edhe më përpara. Domethënë, do të kuptojnë lirinë, unë bëj art, unë krijoj, unë takoj njerëz, krijoj një network dhe do duhet që njerëzit ta kuptojnë këtë pjesë. Kur them njerëzit 2-3 njerëz janë këto njerëzit e afërt se tjerat nuk është se do na prishin ai punë, si e kuptuan, si nuk e kuptuan.
Dhe pastaj pjesa tjetër është duhet kuptojnë që unë lidhem dhe shumë shpirtërisht, qoftë me klientin, qoftë me pajisjet, qoftë me makinën time. Njerëzit habitën shumë pse unë duke shumë Toyotën time, që ja kam tu përpara meje. Dhe tani që po flas vetëm Toyotën shoh. Ndoshta dikujt mund t'i duket budallik, po lidhem emocionalisht. Çfarë i bie tani që nëse dikush nuk e bën, jam gabim unë pse bëj, jo, nuk është ashtu. Domethënë duhet ta kuptojnë ndjesinë e një njeriu që jeton i lirë, punon dhe punon mirë. Është dhe familjar, është edhe një nuk për te modestis, mundon të jem edhe një djalë i mirë për prindit e mi, ti shëndroj dhe ti përgjigjem për bashkëshortën time, për fëmijët e mi, për shokët e mi dhe për gjithë. Domethënë për prapë menaxhimin e kohës time e kam unë. Edhe duhet kuptojnë dhe diçka që jo leko është çdo gjë. Kur e them, kuptojeni, mos mendoni që e them thjesht për të marrë pëlqimin e njerëzve. Nuk është leko çdo gjë. Pak a shumë të ishin pyetjet. Është dhe një pyetje nga Orion Dajca. Po shoku jon që thotë menimi ke për Dolfin. Dolfi është thot për Hitlerin. Nuk desha ta kaloj kështu në fani, po nuk mendoj aq keq sa që kanë servir. Do bom pak konspirativ tani, po nuk mendoj aq keq sa që kanë servir nëpër televizionin Adolfin. I ka pas ai ca parime, unë kam lexuar një libër i shkruar nga fotografi i tij. Edhe libri, tema, domethënë titulli i librit ishte Hitleri ishte shoku im. Dhe po ta lexoni atë libër ju do mendoni, po prit njerëz e paska pas njerëz që e kanë pa me sy tjetër. Nuk do ta mbroj fare, se nuk më intereson, por që është fiks lidhet me atë tjetrën që do të vendosësh pak tek kipucat e tjetrën. Duke ju falenderuar shumë për vëmendjen edhe për suportin që më keni dhënë. Dhe duke ju kërkuar me përulësi që të vazhdoni me të mbështesni, duke marrë pjesë radh parë, duke na shpërndar, qoftë me një subscribe, me një koment, edhe negativ. Më pëlqen dhe shumë komentet negative, më pëlqen dhe shumë replikat, më pëlqen shumë edhe pyetjet që bëhen për të më nxit. Do ta vlerësoj jashtëzakonisht shumë në rast se do ta bëni në vazhdimsi. Ju falenderoj shumë edhe shihemi në puntatën tjetër.